Jo, mendoj që nuk ka vënd përshtuar ndonjë gjë nga ato çfarë tha Ben, po duke pas parasysh faktin që tashmë jemi dje është zyrtarizuar dhe data e seancës që gjykata e lartë ka lënë për të shqyrtuar vendimin e gjykatës kushtetuese. Në vijim të asaj që Ben tha, unë mendoj që pika thelbësore e deklaratës tonë, po asaj që duhet marrin vëmendjen edhe publikut, është fakti që vonesa në trajtimin e çështjes së Erion Veliajit, pra çështjes masës sigurimit, është kryer një problem vetvete. Pra, fakti që është vonuar për rreth 16 muajsh i ka hequr efektshmërinë vendimarrjes. Pra, nëse një vendimarrje për një masë sigurimi që sipas kushtetutës së gjykatës së Strasburgut parashikohet që duhet bëhet sa më shpejt jetë mundur, sepse po flasim për jo vetëm për lirinë e një individi, po flasim për lirinë apo heqjen e mundësisë për të ushtruar detyrën e zgjedhur nga qytetarët e Tiranës të një kryetari bashkie. Dhe thelbi i asaj çfarë ne duam të marrim vëmendje dhe duam të themi është që gjykata e lartë duhet menjëherë trajtojë të gjitha ato çfarë gjykata kushtetuese ka parashtruar vendimin e saj në mënyrë që të dalë me një vendim të tillë që të jetë proporcional, dhe vendimi më proporcional lidhet me detyrën që ushtron zoti Veliaj është ajo e lirimit dhe e krijimit mundësisë për të ushtruar detyrën e tij. Unë mendoj që edhe për shkak kohës që Ben dhe Silja kanë për në dispozitën tuaj për shkak të udhëtimeve që kanë në Rinës, për në Angli të vijmë me pyetje dhe pastaj sigurisht nëse ka një gjë që mund të kërkoni shtesë, mund të përgjigjem unë përsëri. Faleminderit. Përshëndetje, një ndër gjërat që ju evidentuat në të gjithë deklaratat e të dy përfaqësuesve, pa ishte koha e gjatë e trajtimit të çështjes zotit Veliaj. Cila është arsyeja që seancat në GKKO janë shtyr tani kur procesi ka kaluar tani më në fazë gjykimi, pra mos prezenca e zotit Veliaj dhe e avokatit Ndreca në disa seanca është parë si e qëllimshme nga mbrojtja për ta penguar ndoshta procesin. Cili është qëndrimi juaj për tu nga ju pra? Për të sqaruar. Do të thotë është qëndrimi juaj. Nuk është parë qëllimshme nga mbrojtja, se mbrojtja imi ne po mund të jetë parë qëllimshme ndoshta nga gjykata, po vetëm një rast ka qenë kjo, kështu që në gjithë procesin vetëm 2 herë ka munguar. Gjithsesi, nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Pra, ajo çfarë po diskutojmë është masa e sigurimit. Ndërsa ajo çfarë ju po trajtoni është çështja e meritës, pra çështja e thelbit dhe e gjykimit në themel. Por ne mendojmë që të përqendrohemi te kjo pikë, pra për çështjen e masës sigurimit dhe vendimin e gjykatës kushtetuese dhe vendimin e gjykatës së lartë. Faleminderit. Edhe një herë përsëris, për shkak kohës që kanë 2 avokatët, do ishte mirë që pyetjet që keni për ta t'ia zauroni. Pastaj mua këtu më keni, unë mund të vijoj t'ju përgjigjem për pyetjet që mendoni se më duhet drejtojnë mua. Kjo Mandaci, gazetare nga Klan News. Ju folët për vonesa në shqyrtimin e kërkesës për sa i përket masës sigurimit në ngarkim të zotit Veliaj nga ana e gjykatave, qoftë nga gjykata e posaçme e apelit, nga gjykata e lartë, më pas nga gjykata e kushtetuese. Ka pasur kërkesa për shqyrtim të përshpejtuar nga ana juaj në drejtim të kësaj çështje, drejtuar institucioneve të drejtësisë, sepse duhet kujtuar që gjykata shqiptare kanë ende një mbingarkesë për shkak të vettingut. You mentioned delays with regard to the handling of the and reviewing of the pretrial detention measure for Mr. Veliaj, and the delays that have taken place at the first instance SPAC court, appeal court of the appeal level of the SPAC court, and the High Court. Have you addressed the justice system institutions in Albania, you as counsel and legal representatives of Mr. Veliaj, have you addressed the justice system institutions of Albania to speed up this process
bearing in mind that the Albanian justice system is undergoing deep reform and has faced challenges and shortcomings, and it has struggled with the case clearance and the speed of trials. The short answer is no, and the reason for that is that I'm not qualified to practice law in Albania. The delays that you speak of, actually I think the delays with the first instance SPAC courts are not particularly remarkable. I think the real concern is over the delays that Erin has experienced in challenging the lawfulness of his detention at the higher courts, at the appellate level, or the second tier, so the Supreme Court and the Constitutional Court. The fact of those delays is a matter that we will be asking Strasbourg to look at, and that is a jurisdiction that I'm qualified to practice in and make representations before on behalf of Erin. Në fakt, për të qenë korrekt, vonesat në shkallën e parë të gjykokos nuk kanë qenë kaq të domethënëse, por vonesat reale kanë ardhur në shkallët më të larta, siç është ajo e apelit, gjykata e lartë dhe gjykata kushtetuese. Unë nuk jam avokat profesionist për jurisdiksionin shqiptar, por ajo që ne duam, por unë jam ekspert sa I takon adresimit të çështjeve të gjykimit të drejtë në gjykatën e Strasburgut, dhe do të fokusohemi pra në kërkesën dhe në ankimin ton, do të theksojmë vonesat pra në këto shkallë gjykimi që përmenda më lart, pra gjykata e apelit, gjykata e lartë dhe gjykata kushtetuese. Me drejt bend thot që nuk është kualifikuar sepse për çështjet e brendshme është mbrojtja shqiptare e cila ka realizuar dhe kërkesat, dhe në këtë funksion pyetjes tuaj të drejtë, ne kemi bërë në fakt kërkesë në gjykatën kushtetuese për përshpejtim. Dhe vërteta është që gjykata kushtetuese ka marrë vendim për përshpejtimin e çështjes. Pra ka një vendim për përshpejtimin e çështjes, por e vërteta tjetër është që në fakt pavarësisht i vendimit gjykatës kushtetuese, gjithsesi ka marrë 9 muaj. Pra përsëri gjykata kushtetuese mori 9 muaj për dalë në një vendim, pra nga nëntori deri në korrik të 2026. Ndërkohë që kemi bërë 2 kërkesa në gjykatën e lartë, me të marrë vendimin e gjykatës kushtetuese, jemi drejtuar me 2 kërkesa gjykatës lartë për ta përshpejtuar për shkak të rëndësisë posaçme që ka subjekti, pra personi, po flasim edhe një herë përsëris për një kryetar bashkie të zgjedhur, ndëtyrë, dhe mendoj që interesi është I dyfish, interesi I individit Erion Veliaj, si çdo qytetar I Republikës së Shqipërisë, I cili ka të drejtën për të kërkuar lirinë e tij në kushtet kur nuk ka më asnjë shkak, rrethan, kriter apo kusht që ai të vijojë të mbahet në arrest në burg. Dhe tjetra ka të drejtën të ushtrojë detyrën e tij të zgjedhur në mënyrë kushtetuese, ashtu si gjithë qytetarët e Tiranës kanë të drejtën që të kenë kryetarin e tyre të zgjedhur me votë në kryedetyrës. Besoj që është e qartëshme për secilin se çfarë ka ndodhur në këto muaj në Bashkinë e Tiranës dhe dëmet që janë shkaktuar qytetit pikërisht nga kjo masë. Dhe në këtë kuptim ne kemi kërkuar gjykatë kushtetuese dhe gjykatë lartë për shpejtimin në funksion këtij argumenti që unë thash. Faleminderit. Mund ta përkthesh ndoshta për Benin që Yes, Ben is right when he says that he's not practicing experienced in Albanian judicial practice, but I can tell you, then, and your question is quite right, but I can tell you that we as Albanian legal counsel, we have actually addressed to the justice system institutions requests for speeding up the process for the security measure of pretrial detention. We have addressed the Constitutional Court, but the reality is that the Constitutional Court has come up with the decision and recommendation to speed up the process, but this happened 9 months. This took 9 months for the Constitutional Court from November to last year to July this year. And immediately after that, we have also addressed the High Court with the same request to speed up the process, since this is a public interest related has implications in the public interest. We are not only talking about the freedom of an individual, but also
on the right of the Tirana citizens to be governed, locally governed by a constitutionally elected mayor, and we all are aware of the issues and damage that has been caused to the governance of the city of Tirana because of this measure. Blona Metushi nga televizioni Klan. Ju përmendët një nga pikat të cilat do dërgohen për ankim në gjykatën e Strasburgut, por a keni konstatuar ju shkelje të tjera në mënyrën se si është trajtuar çështja e masës së sigurisë për kryebashkiakun Erion Veliaj dhe cilat janë ato, nëse mund të na i bëni të ditur? You mentioned some of the grounds, legal grounds that you are including in your application to the Strasbourg court. But are there other violations regarding the process of the security measure of the, imposing the pretrial detention on the mayor of Tirana, Erion Veliaj, that you can share with us? Yes, and thank you for the question. As you are aware, the Constitutional Court decision went in two different directions. So it made a final decision about some of the arguments that were made on Erion's behalf by Clarent. And then with the really important issues around the proportionality of the pre-trial detention measure and the relevance of Erion's position as the democratically elected mayor of Tirana, it remitted those questions back to the Supreme Court. Now, those parts of the Constitutional Court decision which it made a final decision on, those arguments that were advanced on Erion's behalf before the Constitutional Court, are the issues, are the complaints that we're taking to Strasbourg. And they are, we say, that the absence of reasonable grounds to suspect Erion of the offences with which he has been accused. The presumption of innocence. You will recall that there was a lot of argument before both the Supreme Court and the Constitutional Court about certain remarks that were made by the judges in the lower courts about Erion, which we say undermine the presumption of innocence. There is, of course, the question of delay, which I've already mentioned. There is the question of right of access to counsel and the effective participation of Erion in the proceedings. So those are the headlines. There are some other issues as well that we're raising, but I think probably the best time to discuss the detail of the application to Strasbourg is once it's been finalized and submitted. Ndërkohë për pyetjen, ka dy vendimi I gjykatës kushtetuese, ka dy aspekte. Aspekti I parë është vendimarrja, pra vendimarrja e gjykatës kushtetuese ka dy pjesë. Në njërin pjesë të saj ka një vendimarrje përfundimtare në disa çështje që ne kemi ngritur në emër dhe për llogaritë të zotit Veliaj. Dhe nga ana tjetër ka disa aspekte të tjera të vendimarrjes së gjykatës kushtetuese, siç janë proporcionaliteti dhe aspekte të tjera të cilat ajo ja ka kthyer për t'i rishikuar gjykatës së lartë. Të gjitha ato pjesë të vendimit të gjykatës kushtetuese, të cilat janë zgjedhur përfundimisht, ne I kemi përfshirë në ankimin tonë në Strasburg. Por nëse do përfshija disa aspektet më kryesore të këtij ankimi, është mungesa e shkaqeve të arsyeshme, dyshimit të arsyeshëm për pjesën e masës së sigurisë paraburgimit, pjesa e prezumimit të pafajësisë, ka disa qëndrime dhe komente të kryera nga gjykatat më të ulta, të cilat kanë minuar garantimin e parimit të prezumimit të pafajësisë, gjithashtu pjesa e vonesës së shqyrtimit nga ana gjyqësore të masës së sigurisë për zotin Veliaj, mohimit të drejtës për të pasur qasje në përfaqësues të zgjedhur ligjor, dhe kjo pra pastaj pengesa e pjesëmarrjes efektive nga zoti Veliaj në këtë proces. Por mendoj se momenti më I mirë për të diskutuar dhe për të ndarë detajet dhe shkaqet ligjore që ne do të përfshijmë në ankesën tonë në Strasburg do të jetë momentin që ky aplikim do të jetë finalizuar.
Blerina Cene Vision Plus, ju cituat disa shkelje që do të shërbejnë si premisa për drejtimin që do të marrë çështja në Strasburg. Cila është në fakt pritshmëria që ju keni nga drejtësia shqiptare, duke marrë në konsiderat që keni 14 muaj që nuk keni takuar të mbrojturin prej jush? You mentioned some violations and irregularities, and that will be part of your application to Strasbourg. But what are your expectations from the Albanian justice system, bearing in mind, as you mentioned, the delays of 14 months for access to counsel and other aspects? A good question. My hope and my expectation is that Arian will receive a fair hearing before an independent and impartial tribunal. I am not an Albanian lawyer, as I've said more than once, but I have read the very careful decision of the Constitutional Court, together with the dissenting opinions of the judges in that court. And to my eyes, the decision is clear on the question of the reasonableness and proportionality of Arian Velia's continued detention. And as I say, my hope and expectation is that the Supreme Court will make a decision that is consistent with the findings of the Superior Court. Faleminderit, është një pyetje me vend. Shpresoj që zoti Veliajt dhe çështja e tij të shërtohet nga një gjykatë drejtë, e pavarur dhe pa anshme. Siç e theksova, nuk jam avokat shqiptar, por besoj se por nga ana tjetër unë kam lexuar me shumë vëmendje vendimin e gjykatës kushtetuese dhe opinionin e pakicës të këtij vendimi, dhe në sytë e mi gjykata kushtetuese flet shumë qartë sa i takon aspekteve dhe standardeve të gjykimit të arsyeshëm, të proporcionalitetit, dhe për mënyrën se si do të trajtohet kjo çështje, dhe shpresoj dhe gjithashtu kam pritshmëri që gjykata e lartë do të marrë një vendim në përputhje me frymën dhe me vendimarrjen e gjykatës kushtetuese. Përshëndetje, Klejda Muka, Top News. Ju si përfaqësues ligjor ndërkombëtar i zotit Veliaj, do duhet ndalesha edhe të një çështje tjetër, si e komentoni vendimin e gjykatës administrative një javë më parë, e cila rrëzoi ose nuk mori në shqyrtim padinë e kryebashkiakut kundër prokurorit të SPAK, zotit Olstado. Faleminderit. How do you evaluate the recent decision of the Albanian Administrative Court a week ago, actually, that rejected the application of Mr. Veliaj against the SPAK prosecutor, Mr. Olstado? Can I cheat? Can I ask Clarence to deal with that question? I am aware of the decision. But it's not, strictly speaking, within my area of competence. And I think you would obtain greater assistance from the expert, not from me. Is that okay? You know what he thinks. Faleminderit për pyetjen. Ju besojeni qartë tashmë që vendimi për qenë korrekt dhe të saktë nuk është vendim për rrëzimin e padisë, është vendim për mos pranimin e saj, për shkak mungesës legjitimimit të zotit Veliaj, legjitimimin aktiv të tij për ngritur kështu lloj padisë. Sigurisht në këndvështrimin tonë është një vendim absurd, vendim i papranueshëm, vendim i cili sigurisht që do ankimohet, është një vendim që për ta thjeshtuar në shpjegim është një lloj si
si çdo zyrtar publik që ndërhyn në të drejtat e tua themelore, që ka kapacitetin për të ndërhyrë në drejtat tua themelore, pra për të kufizuar të drejtat tua themelore, dhe ti mos kesh asnjë mundësi që ti drejtohesh përsëri gjykatës, pra një trupet pamvarur, që të verifikojë kur ti ke informacion mbi mënyrën se si është emëruar, pra nëse e ka titullin apo nuk e ka titullin kushtetues dhe juridik për të ushtruar këtë funksion, nëpërmjet cilit ka cënuar të drejtat e tua themelore, nëpërmjet këtij titulli ka cënuar drejtat e tua themelore, dhe ti mos kesh mundësi të flasësh, ti drejtohesh një trupet pamvarur, pra gjykatës, për të verifikuar titullin e ti kushtetues. Pra, shikoni absurdin dhe mungesën e të njëjtave standarde. Zoti Veliaj është në burg sot në verifikim të mënyrës se si e ka ushtruar ai detyrën shtetërore, ndërkohë që ne nuk kemi të drejtë që të verifikojmë jo mënyrën se si e ka ushtruar, sepse këtë po e shohim çdo ditë, të do e verifikojmë gjykatë penale, por mënyrën se si është emëruar. Pra ka këtë drejtë ai që ta kryejë këtë veprimtari mbi bazën e cilës ne, pra zoti Veliaj është në arrest në burg. Pra kuptoni absurdin e mungesën e standardeve të njëjta. Pra praktikisht ky vendim do të thotë me fjalë tjera barazi para ligjit, por jo përveçse për gjyqtar dhe prokuror. Pra gjithë duhet të jenë barabartë para ligjit, por jo prokuror dhe gjyqtar. Për prokuror dhe gjyqtar ka imunitet ndryshëm dhe mënyra se si ata janë emëruar në detyrë nuk mund verifikohet. Mund të kuptoni se kush është ai që legjitimohet. Nëse nuk legjitimohet ai cili titulli ligjor i zyrtarit e ka cënuar në drejtat e tij themelore dhe e ka cënuar në drejtat e tij themelore më të rëndësishme që është liria, nuk pasa drejt që ta verifikojë mënyrën e emërimit të tij në gjykat. Atëherë kush legjitimohet? Nëse nuk legjitimohet ky person, kush legjitimohet? Nuk ka njeri më të legjitimueshëm ose shkak më të rësyeshëm apo subjekt më përshtatshëm për të bërë këtë lloj padish. Fatkeqësisht gjykata vendosi që mos të hyjë në themel kësaj çështje, sepse po të hyjë në themel kësaj çështje do ishte më e thjeshtë vendimarrja dhe do ishte një vendimarrje që ndoshta nuk do ishte e përshtatshme për prokurorin e çështjes. Megjithatë, ajo që duhet të thonë, dhe ne vijmë ta këmgulim, është që ne do vijmë ta ndjekim këtë çështje. Kjo është një vërtet tashmë që e dinë gjithë shqiptarët, unë nuk mendoj se është një çështje që mbyllet me kështu lloj vendimesh, të cilët praktikisht thonë që ti mos flit, mos u drejtoj gjykatës, mos ke mundësinë që të marrësh një vendim në meritën e saj. Kështu që ne do vijmë ta ndjekim dhe do apelojmë këtë çështje. Faleminderit. Can I just say that we've probably got time for only one more question. I'm conscious of having brought you here today, and we're very grateful for your attendance, but we really do have to think about getting to the airport. So is there any further questions? Does anybody have? We're done. Fantastic. Kemi kohë edhe për një pyetje. Thank you very much. Thank you very much for coming. And your very good questions. Faleminderit gjithëve dhe për pyetjet shumë e vëndë.